Këto të premte është mbajtur një takim me zyrtarëve vendor të Pogradecit dhe Strugës, me pjesëmarrjen e zëvendës ministrit të brendshëm të Maqedonisë së Veriut, lidhur me hapat që po ndiqen për lehtësimin e lëvizjes në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Prej disa vitesh, në këtë dogan, radhët e mjeteve, sidomos gjatë sezonit turistik, bëhen kilometrike, ndërsa marrëveshja e firmosur tani më nga ana e palës maqedonase, që pret një VKM nga ana e palës shqiptare, synon që të shkurtojë kohën e pritjes përmes vetëm një kontrolli në hyrje dhe dalje. Para disa ditëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kaloi pika edhe për One Stop Shop me Shqipërinë, kështu që qëllimi mirëfillt është që sot paraprakisht para se të fillojë implementimi, ne takohemi dhe të bëjmë edhe disa plane besoj shtesë se çka nevojitet për lehtësimin e qytetarëve dhe mallrave. Ndëgjuam edhe ide të ndryshme, jo vetëm për qarkullimin toksor, por edhe për qarkullimin në ujërat e liçenit të Ohrit, kështu që gjitha i kemi parasysh dhe besoj se për një periudhë shkurtkohore do të rinisim edhe plane të tjera për zbatimin përpos të One Stop Shopit, gjithashtu edhe për qarkullimin e lirë besoj edhe në liçenin e Ohrit. Prefektja e Korçës, Florinda Zegulaj, tha se është kryer një inspektim me ministrin e punëve të brendshme të RMV-s. Në afate shumë të shkurtra kemi mundur që pa nga pak të zgjidhim problematikën e fluksave të shtuara në pikën e kalimit kufitar në Qafthan nëpërmjet marrëveshjes së re, e cila shumë shpejt do të ratifikohet edhe nga Shqipëria, për të mundësuar një lëvizje sa më të shpejtë dhe për të lehtësuar procedurat jo vetëm për udhëtarët, po edhe për mjetet. Në javën e kaluar në fakt kemi pasur në një inspektim me tematik sigurinë ushqimore, ministrin e punëve të brendshme, po ashtu edhe ministrin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të cilët janë njohur në fakt me problematikën e kësaj pike kalimi kufitar dhe janë shprehur që së shpejti kjo marrëveshje do arrit të ratifikohet edhe nga pala shqiptare për mos pasur pengesa. Pra të implementohet i njëjti sistem, një hyrje, një ndalesë, hyrje pra në terma teknik, në mënyrë që të zgjidhet ky problemi i radhëve të gjata në këtë pikë doganore. Përpos lëvizjes në kohë të përshpejtuar nëpërmjet Qafthanës, kryetarët e bashkive Strugë dhe Pogradec thanë se janë drejt fundit diskutimet dhe procedurat për lëvizjen nëpërmjet liçenit të Ohrit të njerëzve dhe mallrave. Sigurisht ne bashkë me kryetarin e komunës së Strugës kemi bërë përpjekje maksimale që kjo të funksionojë, sepse është një ëndër e qytetarëve tanë, edhe nga krau Ktep, edhe nga krau jon, sepse ky liçeni i Ohrit që quhet nuk është një liçen që na ndan, por është një liçen që na bashkon, që ne të shfrytëzojmë gjitha rekurset tona nga të dyja palët për të ndihmuar sa më shumë qytetarët tanë në zhvillimin e turizmit, por edhe të ekonomisë së tyre. Pikërisht sot jemi këtu për të dhënë një mbështetje të fuqishme për kalimin e lirë të mallrave dhe njerëzve. Ne mendojmë që duhet të realizohet për arsye se përveç pjesës që jemi shumë afër, po dukemi se jemi larg, të bëjmë të mundshme të lëvizim dhe pjesa tjetër, ajo pjesa turistike e cila do të jep një vlerë të shtuar turizmit me lëvizjen edhe në mes linjes ujore, por edhe asaj toksore. Vetëm gjatë sezonit turistik në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, hyn e dalin rreth 1 milion njerëz. Pra një marrëveshje e tillë synon që kjo lëvizje të jetë më e lehtë gjatë sezonit turistik, duke funksionuar me një sistem të përbashkët, njëjtë si me Kosovën.